Yasir Hasani është nga ato lojtarë që lë shpirtin në fushë kur luan me kombëtaren shqiptare. Ai ka çuar pesh zemrat e tifozëve në ndeshje shumë të rëndësishme, kur jo vetëm ka shënuar gola, por ka dhuruar edhe spektakël në fushë. Dihet që Hasani ka luajtur me një ekip futbolli në Iran dhe ka qenë krejt i papërgatitur kur Irani u sulmua. Ai tha se ishte duke u stërvitur kur dëgjoi zhurmën e raketave dhe pa re të zeza tymi që mbuluan qiellin. Ajo që u desh të bënte në një kohë rekord ishte marrja një vendimi. Sa po mëson për atë që kishte ndodhur, ai mbledh rrobat, telefonon shoferin personal dhe largohet menjëherë nga qyteti. Por ajo që i preu vrullin ishte një tjetër telefonat që ai mori nga futbollisti Maqedonas, Stefan Ashkovski, i cili i tha Hasanit se klubi i tij e kishte braktisur dhe ai nuk dinte më ku të shkonte në këtë kaos. Hasani i la një pikë takimi futbollistit Maqedonas dhe i premtoi se nuk do të largohej nga Teherani pa e marrë edhe ato me vete. Kam qëndruar 3 ditë pa bukë dhe kam udhëtuar për më shumë se 20 orë, derisa u takova me Yasir Hasanin, u shpreh futbollisti. Ai kishte shoferin e tij personal, u kujdes për mua sapo më takoi dhe më pas të dy arritëm të shkonim në kufi me Turqinë, aty ku më pas morëm avionin për në Maqedoni. Unë këtë e kam jetë të dytë, tha futbollisti Maqedonas, sepse nëse nuk do të ishte për ndihmën që më dha Hasani, unë sot nuk do të isha gjallë, u shpreh futbollisti i përlotur para mediave vendase. Ky veprim i Hasanit ka treguar një vlerë njerëzore të jashtëzakonshme të futbollistit.